Ergys Trimaçi është 34 vjeç. Në një moshë shumë të re, ai nisi t'i dedikohej biznesit dhe sipërmarrjes, që tashmë për të është kthyer në një pasion. Ai nuk zgjoti studimet, por ëndrrën e tij për të qenë i suksesshëm dhe duket se ja ka dalë. Gjithçka filloi me angazhimin në bizneset familjare. Më pas Ergysi ndërtoi rrjetin e bizneseve të tij. Fillimisht ai u fut në tregun e kitareve, një instrument shumë i rëndësishëm muzikor, tek i cili çdo njeri gjen kënaqësi, nëse është muzikant apo thjesht pasion. E kam nisur duke shitur çdo gjë, pra një marketplace, por derisa arritëm në konkluzionin që ne duhet të fokusohemi tek shitja e instrumenteve muzikor apo kryesisht e kitarave. E kuptuam këtë pasi të shesësh çdo gjë për një startup është pak e vështirë. Jo pak e vështirë, ndoshta është shumë e vështirë pasi duhen shumë burime, qoftë financiare dhe njerëzore, që ti po themi të qëndrosh në treg. Dhe menduam që duke u specifikuar kryesisht te kitarat, do kapim atë pjesë të tregut ku ne do ta mbulojmë më së miri. Ky treg ka rezultuar i suksesshëm, pasi tashmë edhe qasja drejt këtij instrumenti ka ndryshuar shumë. Njerëzit gjithmonë më shumë zgjedhin të blejnë kitara dhe kanë kuptuar rëndësinë e këtij instrumenti për rritjen e kreativitetit të tyre. Mendoj se ka qenë zgjedhja e duhur, si thash, tregu ndonjëherë ti imponon gjërat, janë kërkesat e klientëve ato që të bëjnë ta imponojnë, po themi, atë pjesën e tregut, por mendoj se kemi bërë një gjë të duhur pasi dhe ajo parashikimi jon, nëse mund të them, ose indicet që kemi marrë nga klientët, është një treg që ka goxha të ardhme. E them këtë bazuar fillimisht në dëshirën që kanë shfaqur njerëzit për të mësuar një instrument, pasi nëse shumë kohë më përpara instrumenti luhej vetëm nga një profesionist, po themi, tashmë instrumenti, siç është ndodhur në gjithë botën dhe në Shqipëri, po kthehet në një trend ku njerëzit duan të mësojnë instrumentin e kitarës ose një instrument tjetër. Të luash një instrument, përveç se është emocionalisht shumë mirë, është shumë gjë e bukur, por ka dhe efekte tjera si rritja e inteligjencës, nëse mund të them, ose rritja e kreativitetit më saktë. Një tjetër dëshirë e tij është edhe të qenurit një motivues. Ergysi ka mbajtur seancat e gjata motivimi për të rinjt, të cilët dëshironin të kishin arritje në të ardhmen e tyre. Sot ai ka gjithashtu edhe këndin e tij të librave në shitje. Kështu ka arritur të jetësoj pasionin e tij për motivimin. Arsyeja pse jam një sipërmarrës lidhet me një pjesë, po themi, edhe talentit tim ose me atë dhunti, me atë dhunti që Zoti na ka dhënë. Pra, kjo mendoj që është dhuntia ime, pasi kam ndoshta vizionin që duhet një sipërmarrësi, kam atë guximin dhe ndërmarrja e riskut, pra disa komponent kryesor që të bëjnë një sipërmarrës pra të suksesshëm dhe sa më jetë gjatë.